shkurtimi i namazit nga 4 rekate në 2, për ata që është udhëtar normal, a është vetëm thjesht diçka e lejuar apo diçka e detyrueshme? Do të thonë e lejuar, nëse du i shkurtoj kur të jam në udhëtim. Mirë, po nëse du nuk i shkurtoj. Se kam problem, po du mi fal 4, s'jam i lodhur, po du mi fal 4. A mos ndoshta 4 s'mban kabull, po du të paqare 2. Ka prej dietarëve që kanë thonë është detyrim, është obligim, do të thonë me i fal, me i shkurtu, me i fal nga 2 farzet e drekës, të ikindisë dhe të yatsis. Ka prej dietarëve që kanë thonë është sunet. Ju e dini se mrenda të lejuarës, gjithmonë unë e ja përgjigjen aty ku është ma lehtë. Mrenda të lejuarës. Themi, nuk është farz. Nëse i plotson, të pranohet, por nuk ke bën mirë. Ma sevap është me i shkurtu. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë i ka shkurtuar në udhëtim. Kur nuk i ka falë të plota. Para, pashtu kemi hadith të sakt ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që Allahu gëzohet me lehtësimet kur ju i marrni lehtësimet e Zotit. Allahu gëzohet. Qashtu që gëzohet kur ju largoni nga haramat. Domethënë, nëse unë largohemi prej një haramit, Allahu gëzohet. Njëjtë Allahu gëzohet kur ne marr lehtësimin e Zotit. Pse mos me pranu lehtësimin e Zotit? O ju besimtar, pranoni lehtësimet e Allahut. Pse po bëhesh arrogant? Jo, nëse du mi fal 2 recat, drejkon du me fal 4. Shkurtoje. Edhe është lehtësim për ty, edhe ma sevap, edhe pasimi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma i devotshëm se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë askush. Përderisa ai ka shkurtu. Pse nuk i shkurton edhe te? Pra themi është lejuar me i plotsu, por nuk është ma mirë. Ma mirë është me i shkurtu.